ka shkel rregullat ligjore, domethënë që një president e një vendi shkel rregullat ligjore, çka pres me për dikujt tjetër, për një qytetarit të thjeshtë. Presidentja më shumë, e thash për marrë, më shumë ka qenë vegël se sa ka qenë presidenti e mirëfillt dhe në vendime. Unë duke pas, nuk jam jurist, por duke pas parasysh analizat e juristëve, lënë me kuptu që edhe vetë ajo ka shkel rregullat ligjore, domethënë që një president e një vendi shkel rregullat ligjore, çka pres me për dikujt tjetër, për një qytetarit të thjeshtë, domethënë. Dhe e dyta, se përket partive opozitare, partitë opozitare në thash përsëriti që nuk kanë interes qytetarin dhe mirëqenien e qytetarëve, për arsye se nuk është vetëm ky rasti që nuk kanë reaguar, por unë shoh që partitë opozitare, disa liderë të cilët e kanë uzurpu partitë opozitare dhe e kanë bërë një farform një grupi të vet oligopolistik dhe sillen çdo gjë, sillen nëpërmjet tyre sepse s'dojnë me pas reforma të thella për shkak konkurrencës. Rastin konkret e ki rritjen e çmimit të energjisë elektrike, asnjë prej deputetëve të opozitës nuk ka dalë me në bashkangjit për rritjen e çmimit të energjisë. Unë nuk di pse flasin për parlamentit kur vet kena pas protesta dhe nuk kanë qenë jashtë interesuar për me marrë pjesë në aktivitete të tilla. Kemi pas raste shumë debate televizive për një gjë të tillë dhe kam qenë aty prezant kur kanë ftuar shumë persona nga partitë opozitare, domethënë deputet dhe nuk kanë ardhur për me diskutu për çmimin e energjisë elektrike, shtetimin e çmimit elektrike, mirë po këto zakonisht e përdoren për interesat e veta mediatike për me dalë që me tregu që ne jemi të interesuar që çmimi i energjisë elektrike po rritet. Mirë po asnjë prej partive politike nuk ka qenë në protestë, as nuk e ka përkrahur. Ndoshta e ka përkrahur nëpërmjet një mesazhi të shkurt rrjetet sociale, por nuk mjafton ajo, sepse atë mesazh mund me dërguar çdo qytetar. Mirë po ka pas qytetar, ka pas njerëz të interesuar të thotë kanë dalë në terren dhe kanë bë kërkesa të vazhdueshme për uljen e çmimit të energjisë dhe kanë lyp llogaridhënia nga Zoreja. Po ashtu një kontribut shumë të madh kanë dhënë gazetarët edhe kameramenat, kur vetë një prej kameramanëve edhe gazetarëve shkon në zyre të Zorejes, domethënë i lyp llogaridhënie e kryetarit të Zorejes. Domethënë që kjo është kontributi të cilën e kanë dhënë. Domethënë sot më shumë e shoh gazetarët dhe moderatorët e emisioneve të cilët i kumpona për protesta me fëmijët e tyre, me bashortët e tyre, sesa opozitë mirëfillës, sesa vetë partitë opozitare që janë opozitë.